Përshëndetje. Nëse ke postuar ndonjëherë diçka në Instagram dhe më pas ke hyrë 5 herë brenda 10 minutash për të parë sa pëlqime ke marrë, atëherë e ke përjetuar në formë të butë dhimbjen që na shkakton opinioni i të tjerëve. Është një plagë e heshtur, por shumë efektive, nuk duket jashtë, por brenda mund të jetë një ferr emocional. E para, shqetësohemi për imazhin, një nevojë e vjetër sa vetë njeriu. Që nga koha kur njeriu i parë vendosi të mbulojë trupin me gjethe, jo për turp, por për të dukur më trendy se ai tjetri që po este lakuriq me vetbesim, kemi qenë të fiksuar pas asaj që të tjerët mendojnë për ne. Psikologjia sociale e shpjegon këtë si nevojë për miratim shoqëror, një ndjesi që na bën të ndjehemi të pranuar dhe të sigurt në grupin tonë. Nëse të përjashtonin nga fisi në kohën e lashtë, nuk kishe më heshtje, nuk kishe më ndjekës. Thjesht ajo që ndodhte ishte se ti vdisi. Dhe truri ynë ende funksionon sikur Instagrami të jetë një formë mbijetese. E dyta, truri si një sensor për turpin. Kur dikush na kritikon ose na gjykon, aktivizohet e njëjta pjesë e trurit që reagon ndaj dhimbjes fizike, korteksi cingular anterior. Kjo është arsyeja pse një koment negativ në Facebook ndonjëherë na dhem më shumë se sa kurrëzohemi apo gërvishtemi fizikisht. Një nënë që thotë, po çfarë ke veshur kështu, mund të na shkatërrojë vetbesimin më shumë se sa një kapak i hapur i një pusete në mes të rrugës, ku ne rrëzohemi te ajo. 3. Shoqëria si spektatore, por me zë të lartë. Ne jetojmë në një kohë ku gjithçka është një konsum publik. Fotot tona, ushqimi, fëmijët, dhimbjet, ndonjëherë edhe nervat. Si pasojë e kemi zhdukur kufirin midis jetës sonë dhe asaj që të tjerët duan të shohin. Dhe këtu nis tragjikomedia. Nuk jetojmë më për vete, por për versionin e redaktuar që të tjerët duan të na pengojnë. Mos thuaj këtë se çfarë do mendojnë të tjerët pastaj. Është bërë si mantara e heshtur e brezit modern. Mantara është një meditim hindu dhe budist. Mantarat e përdorin për të arritur një gjendje thellësisht qetësie, ndriçimi. Kjo është mantara. Në fakt disa njerëz nuk marrin asnjë hap në jetë pa pyetur më parë mendimin e komenteve anonime. 4. Egoja që kërkon duar trokitje. Sipas teorive të vetë konceptit, si ajo e Carl Rogers, apo të psikologjisë humaniste, secili prej nesh ka një vetvete ideale, një person që duam të jemi. Por kur kjo vetvete nuk përputhet me atë që të tjerët na bëjnë të ndjejmë se duhet të jemi, lind ai konflikti i brendshëm. T'ju jap një shembull. Kur një vajzë ka vendosur të bëhet piktore dhe dëgjon fjalët kështu siç po bën, nuk do martohesh kurrë. Nuk do bëhesh kurrë me vello. Dhe këtë ja thon të afërmit. Dhe fillon të mendoj se pasioni i saj është i gabuar. Dhe opinioni i tyre është i drejtë. Kjo është forca e opinionit. E vret të vërtetën tënde dhe zëvendëson me ndrojtje kolektive. E pesta është ironia tragjike. Asnjë s'na sheh aq sa mendojmë ne. Sipas fenomenit psikologjik të quajtur efekti i reflektorit, dhe spotlight effect, ne mendojmë se të gjithë na vëzhgojnë, na gjykojnë dhe janë të fokusuar te gabimet tona. Por e vërteta është se njerëzit janë të zënë, duke u shqetësuar për veten e tyre. Dhe kështu, në një rreth absurd të gjithë jemi të fiksuar me veten, duke besuar se të tjerët janë të fiksuar mes nesh. Pra, nëse mëngjesin e sotëm dole me një çorape të kuqe, dhe me një çorape blu, nuk të gjykon askush, përveç se ti
vetë përmes fantazisë dhe opinionit të tjerëve. E gjashta është depresioni dhe ankthi si efekte anësore. Kur dikush jeton vazhdimisht në funksion të pritshmërive të tjerëve, shfaqen ndjenja e mosmjaftueshmërisë, humbjes së identitetit dhe më pas e shoqëruar me ndonjë shprehje, ti je shumë i ndjeshëm, dhe kështu vjen depresioni. Shumë raste të ankthit social kanë si rrënjë të thellë frikën nga turpi, gjykimi apo refuzimi. Po sikur unë të flas dhe ata të qeshin, është një mendim që shndrohet në një paralizë sociale. Ironikisht, bota është plot me njerëz të ndrojtur që nuk veprojnë dot nga frika se mos duken qesharak, para të tjerëve që vetë kanë frikë se mos duken qesharak. 7. Kultura dhe faji familjar. Në kulturat kolektive, si ajo shqiptare, opinioni të tjerëve është pothuajse një zot i vogël. Nuk është e rëndësishme si ndihesh, por çfarë do thonë të tjerët. Një djalë që refuzon apo një vajzë që refuzon të marrë pjesë në dasmën e kushëririt të dytë, shpallet automatikisht armik i fisit. Një vajzë që zgjedh të jetojë vetëm, cilësohet e ftohtë, e çuditshme, moderne, agresive dhe me nerva. Kështu mendojmë faji dhe për zgjedhjet që në thelb janë të shëndetshme, sepse mendimi i dikujt tjetër ka kaluar kufirin dhe ka hyrë në trupin ton si një injeksion i heshtur moral. E teta është si mund të çlirohemi. Mjafton edhe pak. Është ndërgjegjësimi. Pranoj që opinioni të tjerëve është i rëndësishëm për ty, por nuk është dobësi, por një ndjenjë njerëzore. Por diferencoje nga vlera jote vetjake. Vendos filtri. Jo çdo mendim meriton një vend në mendjen tënde. Është njësoj si të lejosh këdo të futet në shtëpinë tënde e të komentoj për mobilimin që ti ke bërë. Rrethohu me njerëz të ndershëm, jo vetëm të këndshëm. Njerëzit që do të duan vërtet nuk do të thonë gjithmonë atë që do të dëgjosh, por nuk ta shkelin vetbesimin për të forcuar të tyre. Stërvit mendjen për të refuzuar terapinë e ndjeshmërisë ndaj opinionit. Nëse dikush të thotë, nuk më pëlqen zëri yt, nuk më pëlqen fytyra jote, mos e shndro atë në një bindje që vlen më shumë se mirat të tjera që s'kan asgjë kundër teje. E nënta, në fund të fundit, por kush janë të tjerët? Një pjesë e madhe e dhimbjes vjen nga koncepti shumë i paqartë, të tjerët. Kush janë këta njerëz që kemi dhënë aq shumë pushtet? Janë fqinj, ndjekës anonim, i shok të klasës që si kemi parë kur, njerëz që as vetë nuk ndjen mirë as me veten e tyre. Dhe ndonjëherë të tjerët jemi ne vetë. Pjesa jon e brendshme që e ka të vështirë të na pranoj. Opinioni të tjerëve mund të të ndërtoj ose të të rrënoj. Por nëse jeton për të kënaqur ata, do jetosh gjithmonë me një mask. Ndoshta është koha që të ndalojmë së dhënia aq shumë rëndësi mendimit të të tjerëve. Asaj shumice që nuk kupton as veten e vet. Por herën tjetër, kur dikush të thotë, po ti pse je kështu, buzëqeshi dhe thuaj se unë nuk jam si ti. Dhe kjo më mjafton. Miq, këto do të thosha në këtë video. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video të tjera her pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.